Për disa, Tirana është thjesht një qytet, aty ku ata kanë lindur, janë rritur në rrugicat e lagjeve duke luajtur me shokët e tyre, aty ku ata kanë njerëzit që duan dhe i duan. Për disa të tjerë, Tirana është një jetesë e re, një jetesë larg familjeve, larg të dashurve, larg të përditshmes. Pse jo? Ndoshta dhe një ndjesi frike, por e përzier me shumë kurajo. E pikërisht për këtë do flasim sot, për studentët që lënë qytetet e tyre për të ardhur dhe për të studiuar në Tiranë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ridia Lidini, ky është Epokast, podcasti i studentëve të Epokës, aty ku zëri juaj dëgjohet. E ftuar me mua sot në studio është një vajzë e cila vjen nga qyteti i bukur i Përmetit, një qytet i vogël, por me një kulturë dhe histori shumë të madhe. Ajo është Sofi. Përshëndetje Sofi. Përshëndetje Redi, kënaqësi që jam këtu me ju. Për të gjithë ju që na ndiqni, Sofi është në vitin e dytë për inxhinieri softverike dhe për një vit e gjysmë jeton vetëm në Tiranë. Sofi, mund na tregosh pak për veten? Përshëndetje, atëherë kënaqësi që jam sot me ju. Siç e tha edhe Redi, unë quhem Sofi, jam 20 vjeç, vi nga qyteti i bukur i Përmetit. Atëherë, si çdo student tjetër, zgjodha Tiranën për të studiuar dhe inxhinierinë e softverit sepse ishte një pasion për mua që nga një moshë shumë e re. Dhe gjithashtu ka ndikuar edhe një vllai i cili ka studiuar më përpara këtu në Epokë për inxhinieri kompjuterike. Sofi, unë e përmenda pak më përpara Përmetin, edhe thash që është një qytet i vogël, por që kultura dhe ndikimi që ka pasur në historinë e Shqipërisë është jashtëzakonisht e madhe, padyshim. A mund na përshkruash pak Përmetin për njerëzit që nuk ka qenë, si është si qytet, njerëzit aty? Po, patjetër. Atëherë, Përmeti i përshtatet atij stereotipi që është krijuar një qytet i vogël, me njerëz shumë të kulturuar, të urtë, nuk ndodh asnjë sherr, asnjë krim, secili shef punën e vet. Por me thënë të drejtën, i mungon pak edhe ajo zhurma që duhet të ketë, sepse për momentin e gjithë rinia po largohet. Pikërisht, se edhe përmende që është një qytet i qetë dhe nuk ka shumë zhurmë edhe është i sigurt. Si është të rritesh në Përmet? Se kemi pak ndryshime me ne që jemi rritur në Tiranë, për të gjithë ata që na ndjekin, unë jam lindur dhe rritur në Tiranë dhe nuk kam jetuar ndonjëherë në një qytet jashtë Tiranës, prandaj jam shumë kurioz ta di si është Përmeti. Atëherë, si një qytet i vogël ku edhe prindrit nuk kanë edhe shumë merak t'i lënë fëmijët që të luajnë në lagje, fëmijëria në Përmet për mua ka qenë shumë e bukur dhe shumë e veçantë. Unë e kaloja ditën duke luajtur në lagje gjatë gjithë kohës, me lojra të ndryshme, të cilat edhe i shpiknin vetë ndonjëherë, me top, me gure, me mjete rethanore, me çdo gjë. Po do me thënë, të luash në lagjet e Përmetit është pak më sigurt se çfarë ndodh këtu, personalisht në eksperjenca ime, është që prindërit kishin shumë merak nëse fillon të errësohesh ose të bëhesh e natë, zakonisht më thonin që ktheu në shtëpi se ka njerëz që dalin në rrugë, zhurmë, ndërsa në Përmet nuk është. Përgjithsisht në Përmet të gjithë njihen. Njihen. Ndoshta mund të ketë ndonjë të ardhur, po dhe ato të ardhur janë për vizita ditore ose mujore, edhe nuk është se e kanë pas shumë merak. Të paktën në kohën që kam qenë unë. Duke qenë se edhe lagjet tona ishin shumë afër shtëpive, mami im thjesht mund të më thëriste nga balkoni dhe unë shkoja në shtëpi ose bëja sikur nuk e dëgjoja. Të gjithë e kemi bërë, realisht të gjithë e kemi bërë këtë, po pse vendose të largohesh nga Përmeti? Ka qenë ëndra jote që vije studioj në Tiranë, që e vogël? Po, patjetër si çdo i ri i cili dëshiron të ketë një të ardhme, Tirana është zgjidhja më e afërt edhe më e mirë për të studiuar. Zgjodha Universitetin Epoka, siç ju a thash, edhe nga ndikimi i vllait tim që ka qenë më parë, po edhe sepse e kisha pasion këtë deg. Informatika, teknologjia gjithmonë më kanë intriguar. Po, e përmende vllajin që ka ardhur më përpara, sa më i madh është vllai në moshë? Vllai është 7 vjet më i madh. 7 vjet më i madh. Doja të ndaloja pak tek pjesa e prindërve, duke qenë se vllai ishte edhe fëmia i parë besoj që ka ardhur në Tiranë. Si u ndjen prindrit momentin që edhe ty të duhesh të merrje këtë hap të largohesh nga Përmeti ku ishe rritur, të kishin afër vetes dhe të vije këtej në Tiranë? Me thënë të drejtën, pikëllimin më të madh e kishte mami.
Jo se nuk e kishte edhe babi, po gjithmonë mama Po, dhe burrat janë pak shprehnin më- e mbajnë pak më shumë e mbajti për veten. vete. Po mami me thënë drejtën e ka filluar të qarën që kur kam qenë vit parë gjimnaz, që o bobo do më iki çupa, do më iki çupa. Edhe u mërzit normale, sepse më merr edhe tani gjithmonë telefon edhe më thotë Sofi sa bosh është shtëpia pa ty, më mungon, pse nuk më merr telefon, bëhet merak, po a hëngre. E shumë të tjera dhe ndonjëherë kur e shoh që është e mërzitur, edhe unë ja ndij akoma më shumë mungesën. Është e vërtet, po të vinë ndonjëherë në ndihmë të vizitojnë ose Zakonisht mundohem që të shkoj unë sa herë që më jepet mundësia kur kemi ndonjë pushim nga shkolla ose ndonjë festë zyrtare që unë mund të jem e lirë për të shkuar atje se me thënë të drejtën Tirana me Përmetin është pak rrugë e largët, është pothuajse 4 orë edhe është një lodhje e madhe me thënë të drejtën për të shkuar shpesh. Mundohem të shkoj, po duke qenë se edhe shkolla duhet të mësosh edhe atë gjendën e gjitha. Vllajin the që e ke në Tiranë akoma, si të ndihmon vllai? Është krahjon? Vllai ka qenë edhe është një ndihmë shumë e madhe për mua. Ka qenë ai që më ka mësuar rrugët e Tiranës që në fillim. Më ka ndenjur afër sa herë që kam qenë e mërzitur dhe nuk kisha krijuar akoma shoqëri, kam dalë me atë. Dhe mundohem që ta takoj shpesh, edhe pse i kemi lagjet pak larg, po ai ka qenë ndihma më e madhe. Normal, duke qenë se është edhe 7 vite më i madh, patjetër që duhet që të mbështesë se pastaj edhe të shtëpisë do mërziteshin. Përmendë rrugët e Tiranës. Unë kam 20 vite që jetoj në Tiranë dhe akoma nuk i di të gjitha rrugët, ndonjëherë më duhet të përdor edhe Google Maps-in. Për ty, besoj se edhe më e vogël do kesh ardhur në Tiranë për vizitë. A ishte Tirana ashtu siç e prisja apo të doli pak nga pritshmëritë? Shiko, unë kam qenë dhe herë të tjera në Tiranë dhe e kam vizituar shpesh. Edhe po, është tjetër gjë ta vizitosh dhe tjetër gjë të jetosh se. E kuptoj, më shumë problemi për mua kanë qenë ky mësimi i rrugëve. Edhe, shiko, ishte ashtu siç e prisja, Tirana e zhurmshme. Po mua kjo që më pëlqen se duke qenë se vi nga një qytet që ka qenë gjithmonë shumë qetësi dhe shumë i urtë, unë nuk e kam problem. Dhe kjo ishte të mësoja rrugët, të mësoja si funksionojnë urbanet, e të tjera e çfarë më ka ndodhur. Edhe besoj se akoma ke shumë për të mësuar, po nuk e di për ne që jemi rritur këtu, pak nga eksperiencë ime personale. Neve ndoshta lakmojmë pak më shumë qytetet më të qeta, duke qenë se jemi rritur për herë në këtë zhurmë, në këtë kaos, në këtë trafikun e Tiranës, duke qenë se edhe ne studentët e epokës e vuajmë këtë pjesën e trafikut për ditë, aty në autostradë. Dhe më vjen habi, domethënë kur e dëgjoj nga rasti jot që të pëlqen gjithë kjo zhurmë, gjithë kjo rrëmuja. Po, se tani nga Përmeti, siç e thash, janë larguar shumë të rinjt. Edhe kur shkoj e shoh ndonjëherë si shkretë të tir më duket, kur e shoh bosh, e shoh atë shëtitoren bosh, kur sidomos kur gjithë janë në shkolla. Edhe gjimnazi tani ka më pak fëmijë se që kemi qenë ne, si dhe shkollat nëntëvjeçare. Edhe unë nga që qetësinë e kam pasur gjithmonë, kur iki në Përmet më mungon zhurma e Tiranës. Të mungon, ë? Më mungon. Interesante, po e ke eksploruar mjaftueshëm Tiranën se përderisa the që të gjithë kanë ikur nga Përmeti, pjesa e Rinisë, besoj se shumica këtu do jenë, pak a shumë, rrotull. E ke eksploruar, ke dalë? E ke parë? Po, normale tani si çdo i ri. Ndonjë të premte, ndonjë fundjavë, po, normale. Përshtypja, si ka qenë? Po, tani ka të mira dhe të këqijat e veta. Ne si të rina pëlqen pak jetë e natës, po... Po të këqijat? Si? Të këqijat? Të këqijat janë këto, duke e krahasuar me Përmetin që të njohin gjithë, edhe nuk ngacmon kush. Këtu je pak më i rrezikuar, sidomos natën. Po mirë, tani është ajo ndjesia e pavarësisë që kur je këtu je pak më i ekspozuar ndaj një mase më të madhe njerëzish, kështu që prandaj ndodhe ajo, po. Këtu thjesht mësohesh të bëhesh i zoti vetes. Sidomos kur je vetëm. Shumë e bukur, shumë e bukur. Unë faktikisht i bëra pak në thënëz anti-reklam kur thash që është trafik dhe kaos, po doja të bëja edhe pak reklam Tiranës se jam shumë i lidhur me Tiranën si qytet, edhe do thoja që realisht për ne të rinj ka shumë mundësi
që të rritesh e të zhvillohesh si person, ka shumë mundësi që të krijosh edhe momente dhe kujtime të bukura, të krijosh i karakter tëndin. Edhe në vitet që kemi kaluar e po vinë, kjo po vazhdon e po rritet në mënyrë eksponenciale, me sa e shoh unë në krahasim dhe me qytetet e tjera të vogla, ashtu siç the dhe vet. Po unë nuk e kam ndjerë shumë të pjesën e vështirësisë kur vjen për herë të parë, se këtu jam rritur. Kështu që për ty një gjë, që të specifikoj një gjë që ka qenë më e vështirë për herë të parë kur ke ardhur këtu për Tiranën. Më e vështira është mos t'i gjesh gjërat gati nga mami. Kjo është gjëja më e vështirë. E kisha më shumë në aspektin e Tiranës si qytet, se sa të jetuarit vetëm. Do kalojmë edhe aty, pa merak, por thjesht të Tiranës si metropol, si ky qytet i madh. E para ishte kjo që thash që të mësosh rrugët. Për mua ishte pak e vështirë sepse në fillim më dukeshin gjitha rrugët njësoj dhe kur më pyesni, ku jemi këtu Sofi? Lutem mos më pyesni, se nuk e di. Është një pemë. Është një pemë dhe një ndërtesë. Po çfarë shikon? Po shoh ca pemë, lumin. Edhe sfida e dytë ishte të mësoja urbanet, si funksiononin, se në fillim nuk ishin as ato tabelat, edhe thjesht duke pyet njerëz, më fal, kush është kjo? Ku të çon kjo? Se duke pyetur fatorinën, po më fal, po unë dua të shkoj këtu, apo ke hip gabim goca? Ishte pak e vështirë kjo pjesë. Dhe pa flekë, duhet të paguaje, të zbrise, ta merrem. Lëre. Ke ndonjë histori që të ka mbetur në mendje nga jaftë e parë, ndonjë histori që sharake, ndonjë gjë që mund ta ndash me neve? Po. Histori që sharake me këtë gjë, kam qenë në një mikeshën time, edhe ne do shkonim, ishim në qendër edhe do shkonim për të shtëpia, po kishte kaluar pak vonë. Tani unë e dija që duhet të merrja disa urban specifik që të çonin te Foleja, po më duket se kishte kaluar orari. Edhe pastaj një urban që thoshte thjesht terminali, thash, "Okej, e kam afër me shin tona që a je sigurt?" Më tha mua, "Po, me terminalin jam tani." Unë nuk e dija që kishte një terminal tjetër që isha nding në Sauk. Edhe pastaj kur hipëm aty, kur pam pastaj që mori krejt rrugë tjetër, më tha, ku na çove moj, ça na bëre? Edhe pastaj kur I thash atij shoferit, më fal, a nuk të çonte terminali veri jug kë? Po jo mi goca, tha, ky është I lindjes. Edhe pastaj u detyruam morëm taksi. Na është taksin për të kthyer. Besoj tash nuk do jepësh me atë autobus, ja dallon nga ngjyra dhe nuk sa herë shef dro rrugën. Sofi, e pash që mezi po priste të tregoje për ndjenjen e pavarësisë të jetuarit vetëm. Po. Si është të jetosh vetëm? Të jetosh vetëm në fillim të duket si liri, se thua tani unë jam e pavarur, 20 vjet jeta më thëret, e të tjera, nuk e kem atë le të themi në thonjza, bezdisjen nga prindrit që ku je, çfarë po bën, a ke vajt në shtëpi, e të tjera. Por më pas I kalon një farë kohë kupton që duhet të bëj çdo gjë vet. Këtu fillon. Sidomos kur je mësuar që çdo gjë ke gati nga prindrit, aty është sfida më e madhe që kthehesh nga shkolla, nuk ke asgjë për të ngrënë, ke punët e shtëpisë për të bërë, ke për të mësuar. Edhe duhet të mësosh si ta menaxhosh kohën. Kjo për mua ka qenë një nga sfidat më të mëdha të cilat tani besoj se ja kam dalë. Tani me ke marrë avash dorën, por realisht do thoja për të gjithë ne studentët që jemi nga Tirana që duhet I vlerësojmë pak më shumë prindrit, gjyshrit, ata që rrim në përditshmëri se bëjnë goxha punë që ndoshta neve na duket sikur se ja dalim edhe vetë janë gjëra të vogla, po nesër pas nesër kur dalim veçma si shtatë Sofi e shikojmë që të marrin shumë nga koha. Se personalisht edhe unë këtë gjë në thonjza vuaj, pak me atë. Bëni punë shtëpie. Sepse dua të pavarësinë time, duke qenë se edhe mosha, dhe them që sikur të isha vetëm. Sikur të isha në shtëpi vetëm, kisha një shtëpi të vogël modeste, ta pastroja. E vëre gjithmonë nga të rinj që e thonë të gjë, dua të ri vetëm, po harrojnë sa përgjegjësi ka të që në ri vetëm. Jo, shumë e vërtet se kur më bie pastaj që tregoj të paktën dhomën time, e shoh që më merr një pjesë goxha të mirë të kohës dhe nuk më del për të mësuar, imagjino shtëpinë. Po më tepër imagjino shtëpinë. Prandaj ju bëj thirrje të rinjve, ju lutem ndihmoni mami dhe bëni punë shtëpie, sepse e hoqa vetë këtë gjë. Jo se nuk bëja, po bëja punë shumë të vogla.
Dhe në këtë mënyrë krijojmë edhe një varësi ndaj prindërve. Atë merr malli? Normalisht. Më merr malli, po mundohem që ta heq atë ndjenjën e nostalgjisë edhe të mallit duke u marrë me sa më shumë punë të jetë e mundur. Kjo më bën që të mos mërzitem dhe aq shumë. Por tani mundohem që t'i marr sa më shpesh në video chat e të tjera dhe të flasim. Do me thënë, teknika jote që në thonjë sa të poshtësh mallin është ta kesh ditën e Sa më të zënë. zënë, po. Edhe duke qenë se edhe vete përmende të jetuarit vetëm, do s'do ta bën ditën që të jesh e zënë. E kuptoj, po të gjitha këto, sepse e përmende të zënë shumë kohë dhe ndoshta duken pak për ne që jetojmë në shtëpi me gjyshin, me gjyshen, me mamin, me babin, po realisht janë 80% e kohës. Janë gjëra që ty duken të papërfillshme, po ama kur e përjeton vet. Prandaj dua të them që si është ta balancosh kohën, si ja del ta balancosh kohën në të gjithë këtë rrëmujën e të dalit për Zot vetes. Me thënë të drejtën, unë eci pa plan. Ecën pa plan. Pa plan. Dhe ja ke dal. Me thënë të drejtën po bëra plan, nuk më ecin planet asnjëherë se them, "Ok, do vete, do bëj punën, do mësoj afuz gjumin." Edhe kjo ka qenë një tjetër sfidë që më duhej ta kaloja, po mundohem që t'i bëj gjërat spontane dhe t'i mbaroj shpejt. Në qoftë se e shoh që kam shumë punë për të bërë, bëj punët të para, pastaj shkoj mësoj. Në qoftë se e shoh që kam më shumë për të mësuar se sa punë për të bërë, mësoj në fillim. Ndodh ndonjëherë që mëson edhe nuk i rregullon shtëpinë për ditët për sezon. Për sezon. Për sezon. Zakonisht në sezon ndodh. Për sezon në shtëpinë time bie bomba. Po e kundërta, të rregullosh shtëpi dhe të mos mësosh në shkollë, ndodh? Po. Ndodh edhe kjo. Ndodh edhe kjo. Kjo në fillim. Ndje. Ndje ndodhi. Zakonisht ndodh në fillim të sezonit kjo pjesa që e merr më me nga që me thënë të drejtën kisha mësuar një 2-3 ditë para, edhe thash, ok, me që sot po bëj punë të shtëpisë, po rregulloj u lodha, po e bëj pushim sot për veten time, self-care. Se di ndoshta është personale për mua, kjo ndoshta është faim, po unë e kam shumë vështirë në menaxhimin e kohës. Realisht. Edhe nëse ulem me plan dhe nëse eci spontane, gjithmonë do më dali një gjë që prandaj unë nuk eci me plan se gjithmonë më del diçka që mua do ma presh atë rrjedhën e mendimit edhe të punës. Tani, kur të dëgjoj ty që ja del edhe vetëm për të menaxhuar të gjitha, ndihem pak keq, me thënë të drejtën, që nuk kam se të gatuaj të bëj pushpi dhe prap nuk më del koha që të bëj ato që dua. Ndoshta duhet të kem unë më shumë kujdes në menaxhimin e kohës, të filloj ndoshta të shnoj, nuk e di, të provoj teknika të reja, po realisht vuaj dhe di që edhe studentët në përgjithësi ka plot që vuajnë. Po. Domethënë këshilla jote, do të pyesja për një këshill, po këshilla jote është të jesh sa më spontan në faktikisht unë me thënë drejtën ka mesur me motivim, po duhet të ecësh edhe me një farë disipline. E vërtet, se po. Motivimi mbaron, sa disiplina të çon përpara. Në fillim e kam nisur kështu me motivim që kam thënë të paktën të bëj sa mundem, kurse tani e kam krijuar një farë disipline. Kur e shoh që ka shumë punë për të bërë edhe e shoh që nuk më del koha, e kam krijuar një farë disipline që e detyroj veten, si të them, të ngrihem. Domethënë këshilla jote është detyroje veten. Detyroje veten që ngrihet, se nuk do të bëj tjetër për ty. Po. Sofia përmende këtë pjesën e fillimit të sezonit, edhe fundit të sezonit, dhe si të ka ndikuar tek pjesa e menaxhimit të kohës, tek shoqëria, tek të gjitha. Të pyes pak për epokën, për universitetin ton. Si ka qenë eksperjenca e përgjithshme në epokë? Për mua ka qenë një eksperiencë sa e vështirë, aq edhe e bukur, sepse dega e inxhinierisë së softwareit normal ka sfida edhe shumë gjëra të vështira për të kaluar. Me thënë drejtën, tu është vendi ku kam gjetur miq më të mirë, edhe jam shumë krenare për këtë gjë, po çdo ditë për mua ka qenë edhe qef, edhe mësim, disiplinë. Prap disiplinë. Po realisht si ndihesh në lidhje me pritshmëritë që i ke vendosur vetes? Pra, Sofi që para një viti e gjysmë vendosi të largohej nga qyteti i saj për të ardhur për të ndjekur studimet në Tiranë, në Universitetin Epoka.
Si ndihesh në lidhje me pritshmëritë që ke vendosur vetes që atëherë tani për momentin? Nëse do pyesja Sofin para 2-3 vitesh, si ndihen për Sofin tani, do ishte pak e zhgënjur me thënë drejtën. Pse? Sepse unë i vë gjithmonë vetes pritshmëri shumë të larta, edhe pse ndonjëherë e di që nuk mund t'i kap të gjitha, sepse kur je edhe pak më i vogël, sidomos adoleshent, të duket jeta fush me lule, si i themi ne, thosha që unë do bëj këtë gjë, kur të jem 20 vjeç, unë do kem arritur këtë. Normalisht, është e vështirë. Jam munduar që të paktën nga lista që kam pasur të kem bërë check, nëse kisha vënë 5 gjëra, të paktën kem bërë 3. Po jam krenare për këtë gjë, edhe pse nuk kanë qenë gjitha pritshmëritë e mia që të vullosura, si me thënë. Okej, mirë, tani këto janë dhe pritshmëri personale, duke qenë se nuk ka si të dali dhe epoka për Zot. Por ideja ishte nëse lidhen me pritshmëritë tua akademike. Pra, sa do mësosh, çfarë do mësosh. Kjo ishte për veten time, domethënë. Kjo ishte për veten tënde. Patjetër, dhe prandaj them, a ka arritur epoka ti plotësoj për ty këto kushte akademike? Po, patjetër. Çdo gjë ka qenë shumë në rregull, edhe pedagogët më kanë ndjenjur shumë afër, si të gjithë studentët. Kam mësuar shumë, si nga ana teorike ashtu dhe praktike, më kanë ndihmuar të kuptoj. Edhe këto janë hapat e parë drejt suksesit, mendoj unë. Edhe pse gjërat mund të kishin shkuar edhe më mirë për mua, pra nëse do isha unë pak më disiplinuar që në fillim, po unë nuk them që jam e zhgënjur nga vetja, por unë këtë vit pres akoma dhe më shumë. Dgjos, edhe dega që ke zgjedhur është degë që do realisht goxha për kushtim dhe do goxha punë, se orët e zgjatura me libra të mësuarit dhe patjetër që ka dhe lodhjen, ka dhe atë të duket ndonjëherë sikur s'mundesh ose sikur s'ja del dot. Siç e përmenda më thënë, në epokë kemi plot studentë që si puna jote vinë nga qytete të ndryshme, nga gjithë Shqipëria dhe zgjedhin të studiojnë këtu. A ke takuar të tjerë si puna jote që kanë ardhur nga qytete të tjera dhe ke pasur një bisedë me ata, një komunitet me ata? Po, patjetër. Kështu si unë, të gjithë, jo vetëm nga Përmeti, po edhe nga rrethet të tjera, e shoh që janë të njëjtat vështirësi. Nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh, po shumica këtu vinë me grupe shoqërore, ose mund të rinë me një shok apo shoqe në dhomë, edhe ndoshta për ta nuk mund të jetë aq e vështirë, sesa të jetosh vetëm. Domethënë, integrimin po thuaj që ke pasur pak të vështirë brenda ambientit të shkollës. Jo, me thënë të drejtën, kam gjetur miq shpejt. Ke gjetur miq. Kam gjetur miq. Domethënë, ke pasur mundësinë, ke pasur ambientin që dhe miqtë të jenë afër dhe pedagogët të jenë afër. Patjetër. Ke bërë një shoqe të mirë? Normal. Ke bërë. Po, shoqen më të mirë. Nga Tirana. Nga Tirana. Domethënë, një nga Përmeti dhe një nga Tirana. Shikon diferenca, domethënë në mënyrën si silleni ose si Tani, kjo është edhe pak qesharake, po më shumë ajo diferenca e dialektit. Diferenca e dialektit, po. Jo se ka ndonjë ndryshim të madh, po unë në fillim nuk e shikoja fare si ndryshim, edhe thjesht flisja siç kisha folur normalisht, siç po flas edhe tani, dhe më thoshin, "Ua, po nga jugu jeti?" Dhe unë thosha, "Po ku e din këta që jam unë nga jugu?" Edhe pastaj me kalimin e kohës që më vra dhe veshi dhe me dialekte të ndryshme kuptova që po, ne e kemi një farë ndryshimi. Këto që i shtojmë në fund, këto rët që i rrotullojmë më shumë se ç'duhet. Jo, realisht për ne që jemi rritur këtu ndije, dallohet shumë ajo, kështu që e kuptoj ata që ta kanë thënë edhe. E kuptoj, po unë në fillim nuk e di se nuk e kuptoja dot, sepse isha mësuar. Po sepse kur vitet veshja ashtu normal ndodh që të mos e kuptosh. Po mirë. Çfarë të pëlqen më shumë si studente këtu në epokë? Është ndonjë diçka specifike apo përgjithësi? Mund të flasësh pak? Përfshirja. Çfarë do të thënë me gjithë përfshirjen? Tani, unë në Përmet
kam qenë, le të themi, këngëtarja e përmetit, merrja pjesë në shumë aktivitete, koncerte, edhe këtu më ka pëlqyer fakti që ka klube të ndryshme për të shfaqur talentet e tua dhe aftësitë. Sidomos kur në Spring Fest, i cili realizohet vit për vit në mars, mos gaboj, edhe kur mora pjesë aty, unë ndjeva sikur nuk më mungon gjë, sepse një nga ato pengjet që më kanë ngelur këtu është që nuk e kam vazhduar ashtu siç duhet rrugën e muzikës, sepse normalisht nuk ishte prioriteti im. Dhe ashtu si një hobi, unë kisha dëshirë që mos ta ndaja nga vetja. Edhe epoka më ka mundësuar këtë gjë. Do të thënë që ti të vazhdosh të ushtrosh në mënyrë pasioni, le të themi, një pasion, muzikën. Se jo të krijosh diçka të bukur. Jo, është goxha e vërtetë, edhe unë dua ndaj nga eksperjenca ime personale që të paktën këtu në ambientet e epokës, brenda epokës, në komunitetin e epokës në përgjithësi, kam gjetur shumë veten dhe kam gjetur shumë mundësi që të zhvilloj ato që kam dëshirë të zhvilloj. Nuk kam pasur asnjëherë derë të mbyllur, gjithmonë dera ka qenë e hapur për çdo ide dhe çdo propozim që kam pasur. Edhe realisht kapërcimi nga një, le të themi, ambienti mbyllur siç është pak a shumë gjimnazi në përgjithësi, që jem mësuesi në një universitet është shumë e rëndësishme dhe normal që vazhdonim, paktën personalisht, vazhdoja me ato metodat e vjetra që duhet të kisha pak turp, të flisja me mësuesin që të fliste, që të organizoje diçka, ndërkohë që këtu në epokë thash gjithmonë kam gjetur mundësinë që të jem në vetvete, të jem më ekspresiv. Por që më vjen mirë që dhe për personat e tjerë që vinë nga qytete të tjera, pavarësisht se kanë ato sfidat që ti vetë përmendë, përsëri arrin ta gjejnë veten dhe përsëri arrin të krijojnë kohë dhe të shprehin talentin e tyre dhe të tregojnë karakterin që kanë këtu në Universitetin e Epokës. Sofi, do më tregosh një moment, po dua vetëm një moment të veçantë që kur ka ardhur në Epokë, që të ka ngelur ty në mendje dhe pse? Atëherë, siç e thash, ka qenë ajo mundësia që më dha për të performuar në Spring Fest. Për mua ka qenë një nga momentet më të veçanta, sepse ishte hera e parë që performoja në një vend të huaj, si mund ta them, do me thënë nuk ishte më në Përmet, po ishte në Tiranë dhe më shumë akoma në universitet, se mendoja se me nisjen e universitetit unë duhet i hiqja dorë nga hobim dhe pasioni për muzikën. Por në momentin që unë pash një poster që ftonte performues për artistik nga më të ndryshmet, për muzikë, kërcime të tjera, unë thash pse jo, mos aplikoj. Ishte shumë e thjesht shkova aty me një projekt, çfarë do performoja, çfarë do këndoja. Më morën emrin, më vendosën skalet edhe me thjesht e kaq nuk bëj. Thjesht duhet të përgatitesha vet. Ishte pak një vështirësi më vete kjo gjë, sepse unë duhet të këndoja në shtëpi, edhe njerëzit që mi binin murit mua në mes të natës. Po si shkoi në fund e gjithë eksperienca e Spring Festit? Që këndove, e realizove, doli mirë, aty ku doje ti dilje, apo? Doli shumë mirë, pata dhe mbështetje, duar trokitjet, si ta them, më ngrohën zemrën, edhe kuptova që më dha dhe një shtys që kuptova unë mund t'ja dal kudo. Në qoftë se ja dil jam Përmet, edhe këtu mund t'ja dal. Shumë e bukur kjo shpreha fundit që mund t'ja dalësh kudo dhe realisht është shumë e rëndësishme për të gjithë studentët, dhe ata që janë në Tiranë dhe ata që nuk janë në Tiranë, që ta kemë vathën vesh të, që është e mundur që kudo t'ja dalësh, pavarësisht vështirësive dhe pavarësisht pengesave ose barrierave që ndonjëherë shpesh janë dhe në mendjen tonë më shumë se sa janë në realitet. Sofi, avash për afrohemi fundit dhe doja të të pyesja pak që e gjithë kjo eksperienca, gjithë kjo që ne diskutuam, pra që nga momenti i parë që ti hipe në makinë dhe vendose të vije në Tiranë, dhe deri sot që flasim, sepse padyshim ti ke akoma më shumë për të dhe në eksperiencën universitare, po dhe më tej ke pafund. Gjithë kjo deri tani, si të ka ndryshuar ty si Sofi dhe çfarë mësimesh ke nxjerr? Atëherë, mua më ka ndryshuar në kuptimin që le të themi jam bërë një tjetër njeri, kam marrë më shumë përgjegjësi, kam kuptuar çfarë është përgjegjësia, edhe e kam mësuar si ta mbaj një përgjegjësi.
se është një ndryshim i madh të kalosh nga adoleshent në një të rritur që jeton vetëm. Më ka mësuar që të paktën mos t'i lësh gjërat për moment të fundit, sepse gjithmonë shkon keq, edhe ky mund ta jap edhe si një mesazh për të rinj, ju lutem mos i lini gjërat në moment të fundit, sepse gjithmonë do pendoheni. Më ka bërë, le të themi, pak më të qetë se ç'kam qenë, sepse më parë nxitohesha për shumë gjëra, kurse tani jam mësuar që të marr kohën time dhe të mendohem. Shumë faleminderit, por dhe një mesazh të vogël dua për ata që e kanë me dy mendje nëse duhet të zgjedhin epokën dhe të lënë qytetet e tyre për të ardhur në Tiranë. A ja vlen? Patjetër që po, të paktën në eksperiencën time ja vlen, nëse ju doni një ambient ku të ndiheni të sigurt, të gjeni një shoqëri të mirë, me pedagog që ju qëndrojnë afër për çdo gjë, dhe pse jo të ushtroni një aftësi apo një pasion që e keni prej kohësh, epoka për mua është zgjedhja më e mirë. Dhe si papritur kemi arritur në përfundim të këtij episodi të Epokast. Shumë faleminderit Sofi që ishe pjesë me ne këtu në studio. Faleminderit ty që më ftuat. Shumë faleminderit dhe për eksperiencën tënde që ndave nga përmeti në Epokë. Është me të vërtet një portret shumë i saktë i të gjithë eksperiencës së studentëve të cilët braktisin qytetet e tyre, lënë pas jetën që kanë pasur aty për të filluar një jetë të re në Tiranë. Mos harroni të na ndiqni në episodet e radhës dhe ta shpërndani këtë podcast me të gjithë miqt tuaj. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj të shihemi sërish së bashku. Për disa, filloj o no? Të fillova dhe Kush nga era moderatorit dhe okej. Dal të qeshim gjyka. Dalë qeshë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Redi Alidini, ky është Epokast dhe Epokast. Po pra, ty e fishe, do thosha podcasti studentëve të epokës, po. Epokast. Okej. Atëherë unë jam 20 vjeç, kam ardhur prej Përmetit këtu. Përse nga gjëra dhe Përmetit. Dhe mos harroni. Mos harroni të them mos harroni. Dhe mos harroni. Do ta bëj. Dhe kështu avash i afrohemi dhe përfundimit të këtij episodi të Epokast. Unë bëllë, e vërtet, tash më përpara është avash. Dhe vinë të jetojnë dhe të studiohen në Tiranë. Pra përpara.